Valet e ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Nëse dëshiron të dish se cili është vullneti i Zotit për jetën tënde, dhe nëse do të zbulosh bekimet që ai ka rezervuar për ty, a do t'i bindesh atij në gjithçka që duket e parëndësishme? Jeni të sintonizuar në programin Prekja e Zotit, shërbesa mësimore Dr. Charles Stanley. Perëndia kërkon bindje. Ai dëshiron që ne t'i bindemi atij në gjithçka që thot. Asgjë nuk mund të zëvendësoj bindjen përpara Zotit. As lutja, as shërbimi, as pohimi nuk mund të zëvendësojnë zbatimin e urdhërimeve të Zotit. A ke menduar ndonjëherë se bindja ndaj Zotit është si një barë, si diçka e cila trembesh? Sot, Dr. Stanley na tregon një anë tjetër të bindjes. Ai na kujton për shpërblimin e mrekullueshëm që i pret ata që zgjedhin t'i thonë po Zotit. Mësoni më shumë se si të përjetoni emocionin e bindjes ndërkohë që dëgjoni Dr. Stanley. Dëgjim të këndshëm. Nëse do të dëgjoni këtë mesazh, do të vini re se do të përsëris me një qëllim të caktuar disa gjëra. Nëse do t'i kapni ato, atëherë ju garantoj se diçka do të ndodhë në jetën tuaj. Diçka do të fillojë të ndodhë në jetën tuaj të krishterë, në mënyrën se si Zoti punon në jetën tënde dhe në mënyrën se si do të lidhesh me Jezus Krishtin. Do të ndryshosh aq shumë saqë nuk do të duash të kthehesh më tek stili yt i vjetër i jetës. Këto janë principe të thjeshta, por që mund të ndryshojnë jetën tënde vetëm nëse tregohesh i zgjuar sa duhet për t'i dëgjuar dhe zbatuar në jetën tënde. Principi i parë që dua të shkruani është: ti bindesh Zotit në gjëra të vogla është një hap thelbësor për të shijuar shpërblimin ngazëllues të Tij në jetën tënde. Perëndia nuk na thot kur të bëjmë diçka që është e parëndësishme. Sipas mendjes time, ndoshta mund të jetë e parëndësishme. Ndoshta mund të jetë një nga gjërat e shumta që na ka thënë Zoti gjatë asaj dite. Por miq, Perëndia nuk flet në rrugë të parëndësishme dhe as nuk jep ndonjë informacion të parëndësishëm. Urdhërimet e Tij nuk janë të parëndësishme. Zoti ka një qëllim në mendjen e Tij për çfarë do lloj gjëje që na thot të bëjmë. Çdo vendim që marrim është i rëndësishëm në sytë e Zotit. Prandaj, një nga gjërat që duhet të kemi parasysh është se bindja ndaj Zotit në gjëra të vogla është një hap i rëndësishëm nëse duam të marrim shpërblimin më të mirë që ai ka për ne. Principi i dytë që dua të vini re është se bindja jon zakonisht do t'i shërbejë njerëzve të tjerë. Sa herë që i bindesh Zotit, ai bën diçka në jetën tënde, të bekon dhe dërgon një mesazh absolutisht të pamohueshëm që Zoti është i vërtetë, që punon dhe të do. Ai punon në jetën tonë, ai do më të mirën për ne, dhe kur ne i bindemi atij, do të marrim bekime të pafundme. Dikush mund të thotë: "Por prit një minutë, po kohët e vështira që po kaloj, po dhimbja, vuajtja dhe lëndimi im." Bota atëherë do të thotë: "Nëse Zoti të do, atëherë si mund ta quash bekim kohën e dhimbjeve dhe vuajtjeve?" Për ne është bekim sepse kur e kalojmë atë situatë, fillojmë t'u tregojmë të tjerëve se çfarë kemi mësuar dhe se si na ka bekuar dhe forcuar Zoti. Ata do të shohin fare mirë se si Zoti na ka aftësuar, forcuar dhe ndihmuar për ta kaluar atë vështirësi. Principi i tretë, për të cilin dua të mendoni, është se bindja ndaj Zotit mund të kërkojë prej nesh të bëjmë gjëra që duken të paarsyeshme. Kur dikush thotë: "Perëndia më tha ta lë punën time dhe të lëviz diku tjetër." Nuk mund t'ja lejoj vetes këtë. Unë e di që kjo është ajo që më tha Zoti, por nuk di se çfarë të bëj. Nëse kjo është ajo çfarë të ka thënë Zoti, atëherë do të bëje mirë ta bëje këtë gjë. Kini parasysh, sa herë që Perëndia na thotë të bindemi, ai e di mirë rezultatin përfundimtar. E di saktësisht se çfarë do të ndodhë. Zoti, i gjithdituri, na flet dhe na thotë të bëjmë gjëra që për ne mund të duken të paarsyeshme për momentin.
Zoti i gjithdituri na thot ta bëjmë këtë, sepse do të na mësoj se si t'i bindemi. Dashuria pa kushte na thot të bëjmë diçka, pa dyshuar nëse është në të mirën tonë ose jo. Dashuria nuk dyshon. Drejtimi i tij është gjithmonë i përsosur. Bekimet e tij janë përsosmërisht të duhurat për ne. Ai e di se një nga rrugët më të mira për të na pjekur dhe forcuar në besimin ton është të na jap teste të vogla dhe të shohë se si do të reagojmë ndaj tyre. Kur e bëni bindje ndaj gjërave të vogla, stil jete, atëherë sa herë që të jeni përpara vendimeve të mëdha, nuk do ta keni fare problem, sepse tashmë e keni bërë zakon t'i bindeni Zotit. Tashmë do të hidheni tek gjërat e mëdha, sepse keni mësuar emocionin e bindjes ndaj Zotit. Keni mësuar të esni në rrugën e tij dhe të bëni atë çfarë do ai nga ju. Pra, ajo që duket e parëndësishme, në të vërtetë nuk është e tillë. Kur i bindemi Zotit, ne bekojmë njerëz të tjerë. Kur Zoti fillon të punojë në jetën tonë, ai do të dërgojë prej nesh gjëra që për ne mund të duken të parëndësishme. Principi 4 është bindja ndaj Zotit. Nuk do të jetë asnjëherë zgënjyese. Mendoni për disa momente për këtë. Mendoni se çfarë ndodhi në jetën e Pjetrit. Pietri tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 5, vargu i 5, tha: "Dhe Simoni, duke u përgjigjur, i tha: Mësues, u munduam gjithë natën dhe nuk zum asgjë, por për fjalën tënde do ta hedh rrjetën." Pietri po thoshte: "Jezus, ti mund të marrësh hua varkën dhe të mësosh njerëzit prej saj." Pastaj Jezusi i tha Pietrit: "Le të shkojmë të peshkojmë." Unë besoj se Pietri ishte i sigurt në zemrën e tij se po shkonte të bënte udhëtimin e dytë të radhës i bosh. Por çfarë surprize të mrekullueshme që kishte Zoti për të. A e dini çfarë? Perëndia nuk do të na zgënjej kurrë. Kjo nuk është në natyrën e tij. Donjëherë gjërat mund të mos funksionojnë siç duam për momentin. Por ja se çfarë kanë zbuluar duke qenë një krishterë prej 50 vjetësh. Unë ndoshta mund të mos shoh apo përjetoj bekime atëherë kur i dua, por ndërsa kthej kokën mbrapa dhe them: Zot, kjo ishte dituria jote. Faleminderit Zoti i dashur që më ke nxitur të bindem. Faleminderit që më çove në qendër të vullnetit tënd. Faleminderit që nuk më le të veproja sipas mënyrës time. Dua t'ju them një gjë. Të kthesh kokën mbrapa është e mrekullueshme kur bëhet fjalë për atë që ka bërë Zoti në jetën tënde. Ai nuk ka premtuar të më jap një shpërblim menjëherë. Nuk do të kishte testim të besimit tim nëse do ta dija që po të bëja këtë gjë sot, do të merrja diçka nesër. Shpesh ti nuk e di se cili do të jetë bekimi. Ne nuk e dim si apo kur do të shpërblemi. Unë besoj me gjithë zemrën time se një pjesë e madhe e shpërblimit të Zotit për gjërat në dukje të parëndësishme është se ai po na përgatit për një test tjetër. Perëndia po na përgatit për një sfidë tjetër në mënyrë që të sigurojë për ne një bekim dhe një shpërblim të madh. Çfarë po bën ai? Ato gjëra të vogla janë gur që na ndihmojnë të bëhemi gati. Pjesë e shpërblimit është ajo çfarë mësojmë ne nga bindja. Çfarë bën Zoti kur këto gjëra duken të paarsyeshme në jetën tonë? Perëndia na teston, por jo vetëm kaq. Ai na rrit dhe forcon në besimin ton. Pra, sa herë që i bindemi atij, nuk bëjmë gjë tjetër veçse i tregojmë se i besojmë. Çfarë bën Zoti? Ai na bekon dhe shpesh shohim se si na shpërblen dhe punon me detajet e jetës sonë si rezultat i bindjes tonë ndaj tij. Ndoshta të tjerët mund të mos jenë dakord me ty që ti bindesh Zotit. Kushdo mund të mendojë se je plotësisht i marrë nëse do të veprosh ashtu. Por do t'ju them diçka. I vetmi person që duhet të kënaqeni është Zoti i gjithëpushtetshëm. Sa herë që i bindeni atij, ai do të bëjë për ju gjëra që nuk mund t'i bëjë dot njeri. Kështu do të jeni më i bekuar kur i bindeni Zotit se sa kur dëgjoni dikë që dëshiron t'ju mbush mendjen të bëni diçka tjetër. Askush nuk mund të bekojë si Zoti i gjithëpushtetshëm. Është shumë e rëndësishme që t'i bindemi atij në gjëra të vogla. Kështu nuk kemi për të zhgënjur kurrë. Ti nuk mund ta zhgënjesh Zotin nëse i bindesh dhe ai nuk ka për të zhgënjur ty kurrë. Le të shohim principin numër 5. Bindja ndaj Zotit e lejon atë të shfaqë fuqinë e tij në jetën tonë.
Dëgjoni se çfarë ndodhi. Ungjilli Lukës kapitulli 5, vargjet 5 deri në 6. Dhe Simoni, duke u përgjigjur, i tha: Mësues, u menduam gjithë natën dhe nuk zum asgjë, por për fjalën tënde do ta hedh rrjetën. Dhe si bën kështu, zonë një sasi aq të madhe peshku, sa po shqyej rrjeta. Atyre ju desh të thërrisnin miqtë e tyre për ndihmë sepse kishin zënë plot 2 barka me peshq. Vini re se çfarë ndodhi. Tek vargu i 7 shkrimi thot: Atëre u bën me shenjë shokëve të tyre që ishin në barkën tjetër, që të vinin e t'i ndihmonin. Dhe ata erdhën dhe i mbushën të 2 barkat, aq sa gati po fundoseshin. Ata e lejuan Zotin të tregonte fuqinë e tij. Shpesh mendoj për njerëzit që bëjnë të njëjtat gjëra çdo ditë. Ata nuk duan ndryshim në jetën e tyre. Nuk janë të gatshëm të rrezikojnë në jetë. E gjithë siguria e tyre përmbledhet në bërjen e të njëjtave gjëra ditë për ditë, 7 ditë në javë. Ky është stili i jetës së tyre. A e dini se nëse filloni të bindeni Zotit, jeta juaj do të bëhet më e gëzueshme? Kur ju filloni të bindeni Zotit në gjëra të vogla, do ta shihni veten tuaj duke ndërmarrë rreziqe. A ka ndonjë rrezik nëse i bindesh Zotit të gjithë pushtetshëm, të gjithë ditur dhe të kudo ndodhur? Absolutisht jo. Ndoshta mund të duket sikur rrezikoni diçka dhe mund të mendoni: "O Zot, e di mirë se çfarë po thua, por dua të tregojmë i ndershëm me ty. Kam pak frikë nga kjo gjë." Nëse i thoni këto fjalë sinqerisht, nuk ka asnjë problem. Ai ju kupton. Nuk ka problem nëse ndonjëherë kur përballesh me një sfidë të madhe, ndihem frikë. Nuk di se si të merresh me të dhe gjërat duken paksa kërcënuese. Sa herë që të keni frikë, kujtoni se me kë keni të bëni. Ju po flisni me të gjithë pushtetshmin, të gjithë diturin dhe të kudo ndodhurin. Sa herë që i bindeni të gjithë pushtetshmin, të gjithë diturit, të kudo ndodhurit, do të keni fuqinë e Zotit Sovran me vete dhe diturinë e tij të pakufizuar që ju drejton. Ju nuk keni për të humbur. Është e pamundur të ndodhë kjo gjë. Sa herë që ngulim këmbë që të mos ndërmarrim asnjë risk, e privojmë Zotin nga shfaqja e fuqisë së tij të mrekullueshme në jetën tonë. Më lejoni t'ju jap një ilustrim të thjeshtë. Kur njerëzit thonë: "Nuk kam kohë të lexoj Biblën dhe të lutem çdo mëngjes." Me fjalë të tjera, po i thon Zotit: "Zot, ti nuk je i zgjuar sa duhet për të drejtuar programin e ditës sime dhe koha që kaloj me ty nuk mund të shumëfishoj kohën time." Shumëfishuesi më i madh i kohës në sipërfaqen e tokës është koha që kaloni në gjunjë përpara Zotit të plot fuqishëm në fjalën e tij. Sa herë që kaloni kohë duke e dëgjuar atë, ju merrni energji për të gjithë ditën. Ai do të drejtojë programin tënd. Ai do t'i vendosë gjërat në vendin e dur dhe do ta bëjë ditën më të dobishme. Zoti do ta bëjë ditën më të frytshme, sepse ai është Zoti i gjithë pushtetshëm, i gjithë dituri, i kudo ndodhuri, dhe zemra jote intereson më shumë se çdo gjë tjetër. Ti nuk mund të humbasësh duke ju bindur Zotit. Është marrëzi të mos i bindesh atij. Sa herë që e qeverisim jetën tonë ashtu siç duam, duke e lënë Zotin jashtë saj, themi: "Zot, do të doja ta bëja, por më duket se nuk kam kohë." Kështu nuk po i bindemi Zotit dhe po humbasim mundësinë për t'u bekuar prej tij. Apostulli Pjetër mund të kishte thënë: "Zot, do të doja të dilja për peshkim, por kam gjëra të tjera për të bërë sot. Prandaj nuk mund të dal." Kështu e nxjerrim Zotin jashtë privilegjit për të na treguar fuqinë e tij të mrekullueshme në jetën tonë. Le të shohim principin numër 6. Bindja rezulton gjithmonë një kuptim të thellë të vetes sonë dhe në një kuptim të thellë të Zotit. Sa herë që fillojmë të bindemi Zotit në gjëra të vogla, do të shohim se sa i interesuar është ai edhe për gjërat më të parëndësishme tona. Fillojmë të shohim shprehjen e dashurisë së tij ndaj nesh. Në jetën time personale nuk lë asnjë ditë pa falendëruar Zotin për çdo gjë, sepse besoj se ai më ka mësuar të kërkoj për gjurmët e gishtrinjve dhe gjurmët e këmbëve të tij në jetën time. Ai më jep drejtim në jetën time, më bekon në një punë apo në një tjetër. Ai madje më jep edhe gjëra të cilat nuk ja kam kërkuar fare. Ne si besimtar duhet ta jetojmë jetën tonë duke qenë gjithnjë falendërues ndaj tij. Ne duhet të themi: "Faleminderit Zot." Dhe jo vetëm "Zot më jep këtë",
O, më jep edhe atë tjetër. O, Zot, po në lidhje me këtë. Kur bindja bëhet stili i jetës tënde, ti do ta gjesh veten vazhdimisht duke e falenderuar Zotin. Mendoni pak për këtë. Zakonisht, sa herë që kalojmë një kërcënim të madh, ne themi: "Oh, faleminderit Jezus." Por çfarë ndodh kur ngriheni një mëngjes të bukur, kur dielli shkëlqen dhe ndiheni mirë? Shkëlqyeshëm fare. A merrni kohë para se të çoheni nga shtrati për të thënë: "Faleminderit Zot që më zgjove këtë mëngjes, thjesht dua të të falenderoj që kujdesesh për jetën time. Faleminderit që do të më drejtosh gjatë gjithë kësaj dite. Faleminderit që më jep dëshirën për të qenë i bindur ndaj teje, për të ecur në vullnetin tënd dhe për të bërë gjërat që të kënaqin dhe të nderojnë ty." Zoti dëshiron të na bekojë. Sa më shumë që ti shpreh mirënjohjen tonë atij, aq më shumë do të na tregojë rrugën për të marrë vendime të mençura në jetën tonë. Si rezultat i bindjes ndaj tij, ne do të fillojmë të kuptojmë veten tonë. Do të fillojmë të kuptojmë ku janë pikat tona të dobta. Do të kuptojmë se cilat janë gjërat që na shtyn të dyshojmë. Do të kuptojmë se ku qëndron forca jonë dhe se në çfarë fushë të jetës tonë dëshiron të punojë ai në jetën tonë. Perëndia dëshiron të punojë në pikat tona të dobta, në mënyrë që të mos esim të çekuilibruar në jetën tonë të krishterë. Ne mund të jemi shumë të mirë në disa fusha, por mund të çalojmë në disa të tjera. Perëndia dëshiron që çdo aspekt i jetës sonë të jetë i ekuilibruar, qoftë kjo në dhënien, besimin, marrëdhënien tonë me të tjerët apo gjithçka tjetër. Ai dëshiron që të bëjmë një jetë të ekuilibruar. Ai punon në fushat ku ne nuk jemi të ekuilibruar. Më lejoni t'ju jap principin e fundit, numër 7. Ndërsa mendoj se si u përgjigj Pietri asaj që tha Jezusi. Bindja ndaj Zotit në gjëra të vogla mund të çojë në ndryshime dramatike në jetën tonë. Shikoni se çfarë i ndodhi Pietrit. Ai ishte peshkatar dhe e lejoi Jezusin që të hipte në varkën e tij dhe ta përdorte për të mësuar njerëzit. Por le të shohim se çfarë ndodhi tek Ungjilli Lukës, kapitulli 5, vargu i 4. Dhe kur mbaroi së foluri, i tha Simonit: "Shko në të thella dhe hidhni rrjetat tuaja për të zënë peshk." Pietri shkoi për të peshkuar dhe pa mrekullinë më të pabesueshme në jetën e tij. Ai nuk mundi të kapte peshk normalisht dhe varka e tij po mbytej për shkak të sasisë së madhe të peshkut. A jeni ndjerë ndonjëherë aq i bekuar nga Zoti sa që keni menduar që nuk mund ta mbani dot? A mund ta imagjinoni se çfarë mendoi Pietri? Varka e tij po mbytej. Zakonisht një varkë që mbytet është një shenjë e keqe, por për Pietrin ishte një shenjë e mrekullueshme. Varka po fundosej nga sasia e madhe e peshqive të kapur. Shikoni ndryshimin dramatik në jetën e Pietrit. Do të doja të isha i aftë të hapja zemrën e çdo personi dhe ta ngulisja këtë të vërtet. Nëse ti mëson këtë mësim për t'ju bindur Zotit që herët në jetë, ai do të bëjë ndryshimin më dramatik në jetën tënde. Vini re se çfarë ndodhi. Pietri, një peshkatar që vinte erë e keqe, që po pastronte rrjetat dhe varkën e tij, e që punonte shumë për të siguruar jetesën, para se të mbaronte nata, dëgjoi Jezusin t'i thoshte: "Pietër, duke filluar nga ky moment, ti nuk do të kapësh më peshq. Unë do të të mësoj se si të kapësh njerëz për lavdinë e Perëndis." Kështu Pietri u largua nga peshkimi dhe u bë ndjekës i Jezusit. Për 3 vitet e tjera të jetës së tij, ai jetoi ballë për ballë me këtë njeri, Jezus Krishtin, që ishte Zoti që eci në sipërfaqen e tokës. Ai ishte një nga miqtë e ngushtë të Jezusit. Pietri, Jakobi dhe Gjoni ishin miqtë e tij të ngushtë. Jezus kishte 12 dishepuj, por me 3 prej tyre ishte më i afërt. Pietri ishte njëri prej tyre. Pietri ishte një figurë kyçe në jetën e Jezusit midis dishepujve. Ai eci me të përmes kohëve të vështira. Pietri pati privilegjin për të qenë me Jakobin, Gjonin dhe Jezusin në malin e shpërfytyrimit ku u shfaqën 2 profetët e mëdhenj të Zotit, Mojsiu dhe Elia. Ai ishte në prezencën e Jezusit dhe 2 profetëve të tjerë tek Ungjilli Mateut, kapitulli 17, vargu i 4. Atëherë Pietri, duke marrë fjalën, i tha Jezusit: "Zot, është mirë që ne jemi këtu. Po të duash do të ngrem këtu 3 çadra, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elian."
I njëjti Pjetër ishte me Zotin Jezus në kopshin e Getsemanes, në kohën më të vështirë dhe më të lodhshme të jetës së tij. Kush ishte afër Jezusit kur po përballej me kryqin? Pjetri, Jakobi dhe Gjoni. Pjetri sigurisht që kishte momentet e tij të dyshimit. Ai dyshoi rreth zjarrit. Por si vallë mund të harronte ditën kur eci në ujë? Atë ditë kur Jezusi i tha Pjetrit: "Shko në të thella dhe hidhni rrjetat tuaja për të zënë peshk." Ai nuk ishte për ta besuar kurrë se do të gjende një ditë në det pa varg dhe do të ecte në maj të dallgëve. Imagjinoni pak sikur ti kishte thënë: "Zot, merr huaj një varg tjetër." Përvojë pas përvoje, ai ishte njëri nga ata që vrapuan tek varri bosh dhe pas e mjeshtri që kishte përdorur varkën e tij për të mësuar turmat, e kishte mundur vdekjen. Pjetri, dishepujt e tjerë dhe ndjekësit e Jezusit e pan atë të ngjitej në qiell. Pjetri u zgjodh nga Perëndia për të predikuar ditën e Pentakostit, një predikim të mrekullueshëm ku u shpëtuan 3000 vet dhe ku lindi kisha e Jezus Krishtit. Mendoni sikur Pjetri të kishte thënë: "Përdor një varg tjetër dhe jo timen." Imagjinoni sikur ai të kishte thënë: "Jam shumë i zënë duke bërë të gjitha gjërat që duhet të bëjë një peshkatar. Më duhet të pastroj rrjetat. Nuk mund të rrihet të pres gjithë ditën për të pastruar rrjetat, sepse ato pastrohen tani në mënyrën që të thahen." Por Pjetri, tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 5, vargu i 5 tha: "Po, për fjalën tënde, unë do ta hedh rrjetën." Pjetri tha: "Unë do të bëj atë çfarë the ti." Kini parasysh këtë. Ti nuk ke për të humbur asgjë nëse i bindesh Zotit. Ti nuk ke për të fituar kurrë me anë të mosbindjes ndaj Zotit. Kjo është një e vërtet biblike, e përjetshme, e pandryshueshme dhe një fakt i pakkthyeshëm. Nëse do të ishit i sinqert, a nuk do të ishit edhe ju dakord se gjëja më e zgjuar që mund të bënit është t'i bindeni Zotit? A dëshironi më të mirën e Zotit? Atëherë bëj atë që di që është një akt bindje ndaj Jezus Krishtit, dhe ti, miku im, do ta vendosësh veten tënde në shtegun e Zotit, aty ku ke për të shijuar më të mirën që Zoti ka përgatitur për ty që para se ti të lindje. Ai ka një plan dhe një qëllim për jetën tënde. A do më të mirën e ti? Atëherë besoj Zotit, bindju dhe ke për të marrë gjithë të mirat që ai ka për ty. Nëse dëshironi më të mirën në jetën tuaj, Dr. Charles Stanley u nxiti sot i bindeni Zotit. Ndoshta mund të duhet të falësh dikë, të bashkohesh me një grup besimtarësh apo të ndihmosh dikë që është në nevojë. Çfarëdo qoftë, zgjidhni t'i bindeni edhe atëherë Zoti do ta shpërblej besimin tuaj në të. Perëndia mund të kërkojë që të bësh diçka të vështirë në jetë, por në të njëjtën kohë ai do të aftësojë për të përmbushur punën e tij. Tek libri Habakukut, kapitulli 3, vargjet 17 deri 19 na japin një mesazh shumë inkurajues. Profeti shkruan: "Ndonse fiku nuk do të lulëzoj dhe nuk do të ketë asnjë fryt të hardhit, ndonse punimi i ullirit do të jetë zhgënjyes dhe arat nuk do të japin ushqim, ndonse kopet do të zhduken nga vathat dhe nuk do të ketë më qenë në stalla, unë do të ngazëllohem në Zotin dhe do të gëzohem te Perëndia i shpëtimit tim. Zoti është forca ime. Ai do t'i bëj këmbët e mia si ato të drurve dhe do të më bëj të ec mbi lartësitë e mia." Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valetëungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.